që nuk ekziston prend në botë që qënë familjen e tij të mitur drejt një vepre kaq të rëndë, drejt një krimi i cili ja shkatron jetën përgjithmonë. Ana ke harru ti që pika rodi, ma mirë tërhequ palo për pika. Kemi ngellë të pjesa kur ju thatë se kemi përësit dhe kemi ngrënë shumë në të miturin në interes, apo i kujtohet kjo? Po, të në. Në kujtohet rafërsisht, sa të një që duhet në krejt? Rafërsisht një. Rafërsisht një. E ju thatë që të nënesht kemi shku jotë, ma ne ka orë një miturit, dhe kemi ngrënë shumë bashkë atë, po? Po, shumë në të. Pas ushimit, atë kujtohet që ka ndodhë. Qa këni bërë? Po, pasi që kam vrejt veturën e tij që është... Ke ngrit? Po, një ngrit. Po. Me kemi dalë, kam vazhduar drejt veturës, të shkon në shtëpi. Se u që e vrejt e veturën? Se nuk kam dorë shumë të ballafaqohem me të. Pas që kemi dalë, unë jam dalë me mitëri, e kam vazhduar drejt veturës për të shkuar në shtëpi. Ndërsa e mitëri është kryer mbrapa i vetëm, për të hyrë në market, sepse do në të blendë një qips dhe njerët botë. A e dite se ku shkaj personi që e vë në veturë, kur e veç kaluar andej? Apo nuk e dite? Jo të ndërruar të gjykus, vetëm për momentin që kam bërë makinën, unë jam zgjuar dhe mos kemi vrejt, sepse nga vendi ku kam qenë unë, ka qenë dhe pamundur që fizikisht të shihja asgjë. Të ndërruar të gjykus, sepse aty ka ploq betoni, ka mure, ka shkollë betoni, ka orka, ka rafta për mbi 2 metra të lartë të stërngarkuar me produkte, dhe fizikisht ka qenë e pamundur që të shihja diçka. A e pove kjerën e personit a personin? Vetëm veturën. Të personat tjerë që ku ka qenë veturë? Nuk e di s'kam. Kur e momenti që ndodhen me të miturin nëse veç e ndodhen? Të hymja e Interexit, dhe të kemi qenë bashkë, aty jemi ndonë. Kush ishin planet e të miturit pas blerjes e qipsit dhe Red Bullit, si s'na thashtë? Planet të ishin që të shkojnë në qytet dhe të takoj të dashurën e tij. Kaq ka qenë lëvizjet e tij në atë moment. Nuk ka pasur ndjekje, nuk ka pasur orientim, nuk ka pasur asgjë nga ato që pretendon prokuroria. Prokuroria i pretendon gjitha këto që ju listua, dhe madje pretendon se ju përderisa keni qenë në shkallë të Interexit, e keni orientu të miturin drejt anit të ndjerit për ta kryer vrasjen. A qëndron kjo? Duhet të gjykus, nuk qëndron absolutisht, duhet të them me bindje në të thellë njerëzore që nuk ekziston prend në botë që qënë familjen e tij të mitur drejt një vepre kaq të rëndë, drejt një krimi i cili ja shkatron jetën përgjithmonë. Unë jam prend, e kam rritur vetë, e kam ushqyer me këshilla dhe edukat, i kam shndruar kanë tërë jetën. Jam përpjekur të krijoj jetë të sigurt, paqësore dhe të edukuar. Të nderuar të gjykues, nuk ekziston prend në këtë botë që lejon familjen e tij të mitur as të takohet, lejon të ballafaqohet me kriminal si që është ndjeri me grupin e tij. Të nderuar të gjykues, po ta di apo ta kuptoja me çdo kusht apo shkrim dhe parandaleje. Ta plumbat të cilat e kanë goditur të ndjerin, kanë goditur mua së pari, nuk dhe të godeshin as dhe mirë në zonesht. Sepse, sa i përket mirë, Vladimir Breznica, do të jeton të 100 vjet tjera i lumtur së bashku me familjen e tij.
Seancën e kaluar kemi përmend sharje, presje, thyrje, mesazhe të shumta, të cilat sipas juve kanë ardhur në Facebookun, ku gjithë familja keni pas qasje. Presja, keni shtuar se të gjitha i keni denoncuar në polici. A ka ndonjë moment ku përveç këtyre sharjeve dhe thyrjeve në adresën tuaj këtë orë ndonjë video apo fotografi ku tani ndjeri shihet me shokun e tij, i cili sipas juve është autore që ju ka plagos, Shaban Ushani, Rëshikën tanë. Në konaj në banë. A është kjo pyetja që do të shtu? Këndërruar të obligues, ka video, ka foto, ka audio, ka shkrime, vetëm këtu i kam ndikon për ratë plus minus 300 pashe, dhe në telefonin të një në dhe dikon janë 200 tjera. Por në e kanë një pyte dhe shëllutin, për kak se në pa dhejt ato në e kanë si një është që kjo, një që për në e pyte për edhe një kjo fotografia që për Shabani që për njëri, që është një për i tekstëve. Se nëse mund në fesme për identitike me kam nuk e kam apo e referuar kësaj, edhe të gjashtë nëse kja. Po që në dy zënë është orë, dhe në tretën është thot është me e modë, duket në kjo. A mund është lutë në mi afru avokatit, prokurores edhe avokatit të akuzit palës të duar? Në që e në këto, a mund është në këtë fotografi, kushen dy persona, në një fotografi, e cila akoma është aktiv edhe Facebook, edhe gjithë që arsim dhe në të nuk është të shlyme. Kringa të nga A mund të identifikosh se kush janë personat në një fotografi e cila në përshkrim? në banë tekstin, në thonë za, a nga ke harru ti që pika erodi, erodi, ma mirë tërhequ, palo, pika, kalash kena në kodë me polici, me hetus, me prokuror, me gjukac, familjen kena mja masakru, grejve, se njerëzit e mi të jurujan, po t'jelni o birë pika, me kënë ngue, ma mirë kishkon, o ti që pika, erodi, pik për fundu fotografisë, është teksti mos në harro, rob ti që pika, krejtë me rënë. Mund është me identifiku kushen të dy persona në këtë mesazh, në këtë tekst. Veç pak. Po, du me share në vara pakës. Po, veç. Tina, fotoja dhe mesazhi, A mund të na identifikosh se kush janë personat? persona në fotografi, që mua prezentuam. Që ua prezent. Kjo foto me këtë tekst që u përshkrua nga kolegu im, duke qenë se tashmë gjithë e përdoren rrjetet sociale, nuk është e saktë se për cilit messenger është nxjerrë dhe duke qenë se këtu përmi tekst është fjallës Tito El Pacino, kjo po më ngjason më shumë me postimet në rrjetin social Instagram. Kështu që po më kërkoj
ose ta ketë në vëmendje gjykata, se të verifikohet a është nxjerrë kjo foto në këtë tekst prej messengerit të arsimshirës të, apo është nxjerrë nga profili i personit të quajtur El Pacino. Këtë kërkesë dhe i sjell në vëmendje gjykatën se është konstatuar paraprakisht nga kjo gjykatë që madje edhe janë bërë emaila falso të institucioneve ndryshme për arsye të ndryshme. Avokat, po flasëm dëgjo. Jo, nuk e di unë për kujt nxjerr kjo çështje. Çështja ka të bëjë këtu, po flasëm për një lëndë konkrete. Lëndën që jemi duke proceduar, çështjen për cilën ne jemi duke proceduar, nuk kemi asnjë as kurrë falso. Po flasim jo, për mua nuk paraqet kjo vëzhgë nuk po dihet a nxjerr pe Facebook i zotës apo me kërku verifikimin në. Po, absolutisht, do të verifikoj për kujt. Për institucionet tu s'kemi. Jo, paraprakisht, tash ndërzuj emaila falso për mua shqisëm. Nuk është ajo e jo një çështjen e kemi. Po, nuk thash gjykata, po dëvon gjykata ka dhënë nga etika e ndërruara gjyqtare, kështu që ka pasur emisione që nga televizion. Por këtë arsye po duhet të verifikohet gjyqtare për të tërë. Çështje penale në vrasje rond. Po, absolutisht, për këtë çështje po thamë, po do të nuk e di për kujt të nxjerr kjo. Vetëm mos u përgjigj, Arsen. Po, Arsen, veç minute kemi një kërkesë për nuk ja mohojm drejtën as kujt, veç që kemi një kërkesë, një kundërshtim, konsultohemi trupi gjykatës fillimisht, mandej. Bani përgjigjes para se nëse konvitin Po, avokat. Urna. Ligje thot në ndërgjegjshëm për rëndësinë e dëshmisë time dhe përgjegjësinë time ligjore. Presin në ka që unë po tham, e ndërgjegjshëm për malin e provave që janë në duart e policisë dhe prokurorisë me vite. I ndërgjegjshëm malin e provave. Një mal prova, për malin e provave. Që janë në duart e policisë dhe prokurorisë me vite, presje, solenisht zotohen para juve se të gjitha ato çfarë janë të shkruara, janë edhe të verifikuara dhe mbi këto prova janë organizuar edhe masa të fshehta të dëshmimit dhe betimet, presje janë simulu në veprime ku bashkëshortja e arsimit ka qenë në vetur me hetus të krimave të rënda. Për që të prova? Për shtorim të full, që me heq dilemen që s'kem dhe për me tepër, ajo që u prezentua si foto, prese në faktor video, ku flasin njerëzit e gjatë. Dhe e mira gjithë kësaj është se ky Facebook Biz Messenger është akoma i qasshëm, nuk mund të manipulohet e nuk mund të ndryshohet përveç nëse Meta e bën këtë. Prese prandaj, gjykatës me respekt kërkojnë që provat të cilat janë në duart e institucionet të drejtësisë të mund të shërbehen të përdoren cilativa edhe në këtë gjykim. E fundit nuk kemi frikë nga asnjë verifikim dhe ftojmë secilin që kudo që dyshan kërkojnë dërpen dhe ta provojnë. Avokat, na sot nuk kemi brend kohën dhe ato shtetat. Unë nuk i kumë po gjyqtare me respekt, po unë nuk i kumë po këtë prova që po prezentoj këtë malin e prova nuk i kumë po. A nuk jem prezentu dhe e së tash po diskutohet për ta. Po besoj që asë prokuroria si ka po tash. Është mirë dhe prokuroria me folë të qështë, nuk i kumë po këtë prova. A e në verifiku nga shyqen zjera. Prokurorisi ka në ndërzuar për... Arsem, trupi gjykatës të hiqet për këshillim me vendos lidhur me kundërshtimin e avokatit Nasut Hasanit. Nuk keni nevojë, as e mund është mund derisa të thekë. Po shkoj, mere që bën as e mullo,
Mandej kur kthehemi po prokurore. Refuzohet kundërshtimi I avokatit, përfaqësues të autorizuar, doktor avokatit Nasoni dhe lejohet pyetja. Avokat, pyetja ka të bëjë apo e njeh, nuk ka të bëjë për ricilit e malkor, apo e njeh edhe e ti të njohur për mbartjen. Ashtu ishte më duket pyetja. Po, a mund të identifikosh se kush janë personat në fotografi që ju a prezentuar dhe bave tjera? E shkarkuan nga Facebooku ju e Messengeri në datën si shkruan në atë fotografi. Decisivisht kjo është pyetja. Çfarë foto që tu prezentu prej avokatit tuaj, a mundesh me identifiku kush janë ata persona në atë foto? Po të ndërrohet gjykues është Ndjeri Vladimir Breznica dhe Shaban Mushi. Po, avokat Vysnik, mund të vazhdoni me Allora, Arsen, ka certi Ndjeri Vladimir Breznica dhe personi tjetër Shaban Mushi. Këto tekste që u lexuava, e cili po ashtu është në mënyrë të qartë shkruar se është Facebook, pra është Facebook, a qenë me këtu fotografi apo ndarës. Po, avokat Nasuf? E kundërshtoj këtë pyetje të nderuara shkolla. Sepse këtu po referohet prej një Facebookut, që janë nxjerrë kësaj prej Facebookut të Arsim Sulli. Pora, kjo çështje Po, supozohet se janë nxjerrë prej Facebookut të pretendohet që janë nxjerrë me por nuk kanë verifikim. Nuk është e verifikuar. Në seancën e kaluar, të pyetëm nga ana e Ungarisë, a keni ndonjë propozim për prova? Deklaruam se nuk kemi, tash po duket e palogjikshme, më referu këtyre tash të shuaj të prova. Dhe se nuk ka të bëj asgjë nga kakulli, një falenderoj. Në vendim refuzohet kundërshtimi, avokati pyetja, avokati është më rrjedhë dhe në asaj, është në vazhdimsi të asaj që u përgjigjë më herët. Asim nëse ti ta kujtoj edhe një pyetjen që jemi pyet. Këtë teksti u lexohet që po ashtu është në mënyrë të qartë se shkruan Facebook, a mund na tregoni se a ka qenë me këto fotografi apo ndarës? Ka qenë si bashkë me fotografi. Ka mundësi në syje pëse kryta zënë të tërë që nuk me pas të më një. E më ndeja të regaj edhe tjeve. Në më ndeja që të më ta ka pjallin Bernardin, e të një teku të në botën. Që pjesën së një. Atë kemi pak pa qohë kush kujtja ka dërku, edhe pëse s'po ditë është atë shqirë mas shqirti me hopa arsimi, me hopa arsimi vetë këtu Facebookun, avokat Bedrea, keni Facebook në telefonet. Mundësin dhe në gjystarë se gre pa me të do bëjt e kemë telefonin e ka Të konfiskunë po të konfiskunë, që që vjenë mesazhet tash këtu për me mujt me këto, përndrysh na kemi në voqat kërkesi nuk të telefonin, për shkak se ajo është jashtë. Edhe ja prezentojnë gjyqatës këtë live dhe në që monitoristë. Zonërishtara mundën të të që Po, Arsim, që të gjitha këto që ka përshenje, edhe ato në telefonit janë një nga një të dëpënuara në polici të krimet të randa në prokurori. Dhe provohen me dokumentacione zërtare, zonërishtare, nuk jam të të shëtërme, as kamuflime, as shpifi. Unë ju që ndrojnë gropa prej parës deri në fund. Që të gjitha janë në polici dhe të krimet të randa në i lutëm, lypni, kërkoni, rani, si të dëni. i telefonit. Janë që të gjitha Facebooka janë verifiku për shkak se në to ka vetë djetë që të quajnë autor. Po kas qohen vetë djetë që të fol njerës. Po edhe i vinë për njerës si më tonë në dalë me fol. Treguën, zonërishtare shumicën e rastë të treguën se për sheqani.
Janë të Me në verifikuar. vllazën dhe me në babës, me bajë janë kështu, familja janë kështu, teknik kështu. Okej. Banat po vazhdojmë në qëtore se jënë vetëshën që Avokat Berisha dhe se nuk po e dim qëllimin e ju ku doni me dorë në këto pyetje, sepse këto realisht nuk kanë bëjmë me këtë pjesë, kësaj aktakuse, nuk janë objekte kësaj aktakuse ato kërcënime. për në qëtore janë dy po pësej që ju i kuptoni po në kurdiranë dhe i sqarojmë kur është fundi i përmbylljes së dokumenteve. Se cila nga këtu që keni ju përdolë është intoxikant për një djallë që sot po pretendojë se ka ky fen, ajo që është i mirë. Se cila nga ky material ka kalu në përdurët, sytë, e vesht e tij dhe i vetëm. Se kjo është arsyeja pse juve përdojmë si gjykatën e ruar me u tregu, jemi të gatshëm e faktu në çdo formë, edhe Këtu se vetë me respekt, por le të konstatohet kisha po thënë se le të konstatohet që Nëse le të konstatohet që kanë kaluar në përdurët e djallit tim, le të konstatohet. avokat, vetëm një gjë po të them. Se çka konstaton proces verbal është kompetencë kryetarit të trupit gjykues. Përndryshe, e gjitha çka është duke u biseduar, duke u folur, është duke u ingjizuar. Domethënë asgjë jo, asgjë nuk mbetet se unë Me respekt për mbrojtjen, këtë rast për çështjen e lirisë së limonit dhe për këtë proces, kjo shau theksu nga kolegu im do të më konstatoj. Ju propozoj që nuk konstatoj proces verbal. Lutem nëse që Avokat, raporto. Avokat e pyeta Olo, unë thash gjithçka prej fillimit e deri në fund, sot përfundon ky shqyrtim gjyqësor, e gjithë ajo çka flitet në këtë sol është duke u ingjizuar. E shkruam se shkruam proces verbal. Kjo ekziston. Në më thonë kjo çka është ka folet këto, kjo është duke ingjizu. Nuk ka kur gjë, edhe mirë që është kjo mundësi tash. Në thonë nuk ka, nuk i mbetet me bërë. Asgjë. Ka se qëllimi i pyetjeve të mia është për shpërfaqës para gjykatës se fjalët fyse nga më të ultat e mes njerëzore. Presje kërcënimet nga më të rëndat që mund të lexon dikush dhe jo vetëm janë parë, lexuar dhe kanë intoksikuar një të ri i cili pa pajtimin dhe djenin e prindërve duket se ka marrë drejtësinë në duart e tij. Pikë, siç u ka sqaruar Sime, të gjitha këto kanë ardhur në llogari ku e gjithë familja ka pas qasje dhe të gjitha këto në vonë është kuptuar se nga e njituri janë zjerë, presje janë ru, dhe personi për cilin ai ka besu se është mbrapa tyre bashkë me të tjerë, ka hynë listën armesh vetëm e fëmije, i cili e kishte humbur shpresën që shteti do të asigurante qetësinë në pasën familjare dhe padjeninë e askujt e do gjej jetën e tij dhe ndodhe ajo çfarë të gjithë e kemi pa. Dhe që na vjen keq është sikurse arsimit që e thot vetë. Kjo është arsyeja. Ne parashtrojmë pyetjet e tilla. Se kjo është arsyeja pse janë depunuar edhe në prokurori, por këta nuk kanë pasur të rëndësishme për në thonjza akuzën që rëndon kundër arsimit, sepse këto provojnë
qarësimi asë nuk ishte djeni, prej se asë më tërë. Nuk mori pjesë asë në vend tem, e asë në planifikem, e asë në pak. Në nëzit. Këtu e ka gjenezën gjithë shka, në ata që i kanë shkru, e aje që i ka ledu, duket se nuk e në bajtiti. Kjo është për ka mra paksaj. Ndërshtaj to, të ashtë shuaj, dhe që janë të kryti shtarë të të Male fjallin në të kryti. Një minut. Që se për këtë punë marrë që shtarë. Pa, kërkush nuk po ta më hon fjallin, po kjo e dha një arsyetim për çka po i parashtron pyetjet. E tash unë nuk e kuptoj, çka? Këtë një, që du me ndërshtu këtë arsitë. Me duke u referu pikërisht. Po s'ke bazë ligjore, avokat, për me kundërshtu arsyetimin, avokat, për te dispozita ligjore nuk kem ku shkojmë, avokat. E para, këto prova nuk janë, ka shushuar prova, nuk janë propozuar asë njëherë. E dyta, në seancën e fundit, nëse ju kujtohet, në faqen 3, ndër tjerash, kur është pyetur Arsim Syda se kush ka qasjen në Facebookun e tij, ato thuhet se kanë qasjen gjithë gruaja dhe fëmijët. Tash këto po thuhet që vetëm ky ka qasjen në Facebookun e tij me domethënë me pasport të dyfisht. Po këto po del mos më shumë të shërbaro këtë çështje. Prandaj përderisa në seancën e kaluar dhe njerë po refleksoj, nuk jemi pyet. Edhe kemi pohuar gjithë, nuk kemi propozime tjera atëherë kush logjika e ndërruar e shtuar. Prindje dëgjon ka dalë prej proceseve verbale në këtë minutën ku ka folë avokati, na sot edhe qesin proces verbal, se avokati nuk më bërë në me shtu edhe në herë nëse kishe mujtë. Po. Dëgjoj avokatin prindje dhe shkruj. Kjo për fyra që avokat. Në seancën e kaluar, në faqen 3, të këtë verbale, konstatohet se në Facebookun e Arsim Sydit kanë pasur qasje, bashkëshortja dhe fëmijët në laptop. Si pasti kanë qenë të njohur të gjithë për të njohura për të gjithë familjen. Ndërkaq, më herë këtu u tha se për të nxjerrur këtu ta shushuar të dëshmi që s'kan lidhje me atë, duhet ta posedoj telefonin, ndër tjerash, po se do t'i prezentojnë në të numeritar. Prandaj. Telefoni është i sekuestruar, avokat. Po mirë, po ka për themën. Prandaj, a ka pas shansit vetëm këna telefonat për gjithë familja. Rrjedhimisht, E kemi qartë, avokat reagimin e ju. Asim, avokati i palës të dëmtuar. Po të pyet, po thot, me qenë se ju keni deklaru që në Facebookun e keni pas, veç pak avokat t'ja sharun. Po thot e keni pas Facebookun të përbashkët, keni ka pas fasjen të krejt gruja fëmija tonë, edhe aty o shkru. Po tash, juve ju nevojitet për më hopat adres Facebookut, ju nevojitet telefoni se ju vjen konfirmimi. Po thot, si ka mundësi që me qenën kaq i mbrojtën, llogaria mos me pas mundësi me hapën e po avokat Berisha. Se kjo është janë bazike që edhe ata që i kanë buka 14 vjetë e din. Pra, një llogari e Facebookut. Pra, s'ku sa mon hapër dhe nuk e mbyll asnjë herë. Në një pajisje elektronike, ka qasje kushdo që ka qasje në pajisje që është laptop, kompjuter, e të
Ndërkaq, në momentin kur den nga ajo pajisje dikush, dhe për një arsye ose tjetër provon nga një pajisje ose vend tjetër, Facebooku, si filtër të sigurisë, e ka verifikimin e plotësisht. Që në kupton se të vjen një mesazh në telefon dhe ti e konfirmon që je apo nuk je ai. Ose një email varet nga mënyra se si e ke bërë në fillim konfigurimet. E para në faqen 3 nuk ka askund që filtër për Facebook, që kemi korrekt. Këtë është zëvalit kaluar. E dyta, arsimi ka deklaru se në Facebook kanë pas qaste të gjithë familja, në një laptop, kursa e çfarë thasër, është në ndryshe nga e çfarë parashtrua nga përfaqësuesi i palës së dëmtuar. Për shkak se u la përshtypja sikur mesazhet janë të ruajtura në telefon. E që kështu nuk është situata. Tik. Keni parasysh kohën që arsimi është në parapërgjem? Keni. Gjykata me pas parasysh, keni parasysh kohën që arsimi është parapërgjem? Keni parasysh teknologjinë se sa ka avancu nga ajo ditë deri në sot. Për një gjë është e sigurt. Këto që po i quajnë ka shkëquajtura prova, nuk janë risi as për prokurori e as për polici. I ka edhe prokuroria e çështjes në dispozicion në institucionin që kjo punon. Sepse këta e kanë gjersu që s'duhet me i pas me veti e me i fut në akuz, nuk është çështje e jonë. I akuzuari ka të drejtën e zotit e ligjit që të mbrohet në mënyrën si çdo dhe mundet më së miri, prese në provat e lehtëshme, prese të sakta dhe të versionin e tij. Nuk është kundërshtim se nuk kanë lidhje me ata akuzë, për shkak se roli ynë nuk është ta mbështesim ata akuzën. E as të ofrojmë prova në favor të ata akuzës. Për roli ynë është që t'i asistojmë gjykatës të vjen deri tek e vërteta. Se që në mbrojtje drejt të ndrojnë. Kështu që kjo është arsyeja pse jemi këtu. Telefon. Apo jo, po mi pas qenë, nuk po mi pas shansë të gjithë. S'është se Po, veç mësim vetëm bëjë avokatit në shtonë, veç pak krim qëtë pak klub në procesin nëse të shumë avokatin në asë që në tonë, prandaj pyetja është a ka po të bëjmë nga këtore që të telefon, apo gjithë familja avokat, pyetje pas ke bo. Vetëm konstatim, kjo ishte, do më thëmë po dhe që ati konstatimi ka edhe kjo pyetja, apo? Po, absolutisht, edhe me që në pikë gove, zërë, shtonë me leja. Po, shkon, avokat, besnik, po mundomi, jam mundësu të gjithë dhe me shprej ato që ka... Ora, cële për pasaj jonë, jo e po që për kundër atyre vujtjeve që i ka përjetu ati të zikët për gjithë, si që ka teksu vetë arsim nuk ka pos kur gjëndet në djerën, për kundër asoj e fakt krimineka. Kjo është një tendencë të përshdekore me fyje dhe me tutje për personalitetin e ti. Kështu që ju lutem mos të njohësh kjo qasje e tyre. E dyta, këto në pyetje
kur është përgjegjës, po e citoj, që ka teksuar arsimin. Unë kam pasur Facebook-un tim së bashku me bashkëshorten time dhe fëmijët e mi në laptop. Kjo është në efeksuar në prozorgaj. Edhe sa i përket në palminët, edhe sa i përket atyre që po pretendoj që i kanë ndërtu prokurisë, po vërtëresht edhe prokuria do të kontribuon këtë rast me thonë ato, a i propozu të prova, apo nuk janë propozuar dhe numra prokurorë. E që këni pranu në njerë mesazh ka këta persona që identifikova në fatën e heret se duhet më ta kena fu djallin që atë herë teku të në botën. Ka pasur video të lloj-llojshme, shkrime për të cilët kanë pretenduar që do të hynë në shtëpi, do të me lidhin mua, fëmijët e mi, ndërsa maman time dhe gruan time do të shkryjnë mune, do të dhënojnë dhe do të shkryjnë mune mes të kombëve në pik. Dhe pasi s'te kryjnë atë ceremoni, Dhe do të shkryen mune mes të kombëve për tri pika. dhe masandej, mua dhe fëmijët e mi do të na djegën në benzin. Tri dhe më pas, mua dhe të mirë, pasante të mirë, në tonë, dhe Ka pasur vete të dërruar trupgjikues, ku e dërgon me fëmijën e tij. Përveç këtyre kërcënimeve, se do t'ju djegën të gjallë, presje, do t'a abonojnë nanën, plak e bashkëshortën tënde. Dhe ato që i përshkrove për rëndem e jo vetëm, a ka pas momente kur në fakt policia është angazhu që këta persona me i kap në jetësim të krimit. Dhe nëse po, kur dhe si kanë ndodhur? Të dërruar trupgjikues kanë ardhur me shumë emra fake nga të gjithë zonë shtare, ka me dhe audio me zotë të valmit të ndjeri zonë shtare. Gjohet kjo Shabani duke folli me të dhe i qëzë vetën, dhe atë video më dërgën mu. Ku dhe gjohet i ndjeri, mja fjallët, duke thënë, kena mja që në e tjere. Po të ndërruar, fillimisht kanë qenë të angazhuar nga stacioni policisë të Pëdirë, kurës të krimeve të ënda. Ma ka në një rast, ku në prezencën e hetuesve të krimeve të rënda, tani ndjeri është konstatuar se ishte në ndjekjet bashkëshortës tuaj. Ka pasur, kutje rrugësh, Po, ka pasur si kutje rrugësh. shikim të vasht, kërcënim për cilët e që ka e kom dëgjuar nga bashkëshortja, nga krimet të rënda ka qenë të të vurë që ka qenë të i treksi. Faktë se kanë qenë në përcjellje të rreth të hetuesve të krimeve të rënda. Ma ka ndodhur në njerë që ju me u dash me i thirr ata para se më dalë për shtëpisë, nëse po për çfarë krimi. Po, kemi qenë të obliguar, sa që të dalim nga shtëpia, të lejnojmë, targa të veturës, me çfarë veturë jemi, kemi qenë të obliguar të raportojmë në veturë, para se në të shtëpisë. Ditët e fundit, kohën e fundit, unë personalisht, ata e cilësuar në shtëpë që kam qenë aq rrezikuar, sa që me kam thënë që ty nuk guxojmë me të leju me dalë në të rreziku. Sepse je shumë rrezik. Po, të trupgjikues nga Valmiri dhe Shabon dhe grupi ynë. Për gjitha këto peripeti, presje kërcënime, presje sharje, hyrje, presje plagosjen tënde, kena thënë se kanë qenë të informuar njerëzit të afërm tu, se kështu. Po, shumë. A ishin ndjeni edhe për denuncimet që i bëhet në polici dhe kërcënimet që janë në prezencë policisë? Po, të trupgjikues, sa që e me shkuar, për të detenuar, kanë qenë një diuni, por ka pas rast të kohën e fundit, policia e nërë të shtëpia, sepse s'kanë guxuar më rrezikuar, më shkuar deri te policia dhe nërë ka marrë edhe tek shtëpia. Të gjitha terroret që
që ne kanë shkaktuar. Ti me ditës në tërë, atë që nuk e qenë djeni se ku ndodhej familje, dhe se ma dje nuk e kështë pa përveç veturës së ti, asat dhe as personat në cilën e shtaj, dhe se për momentin kër u lëshuat shkallëve të poshtë. A e ke pa dikon qoftë atë, qoftë bashkëshortën e tij që kemi pasur si dëshmitare. Jo nuk e kam parë asnjërin nga ata. Tha që u ndarë të kyre në këvekset, prej se mi të rebjaj në market për bleni qepës të një rëpull, në ka që u kushtuar. Unë vazhdova drejt veturës për të shkuar në shtëpi. Kur e kuptova se ndodhë e çfarë ndodhë dhe nga kush e kuptova? Shkova e vetëm në shtëpi. E kuptova pasi që ishte një patroll tek bijët e burrit tim. Në kujtohet që e thanë? Po, ata më pyetën se a kisha por dhina ditë, a kisha pas të një konflikt në dhina ditë, dhe unë ju përgjigja që asë nuk kisha asë një konflikt me të ndjerën Valmirin në ditë, dhe asë nuk e kisha por Valmirin në ditë. A pas të sënë policia në shpinë juve? Ju në atë moment, pas dikur 20 minuta, kanë orë njësit të tjera, në ta ishte edhe prokurori dhe në fëtë në bërë, atë ka filluar plastis. Në atë kohë ti ke qenë i lirë, pa pra nga pashë që pa i zëllim, është e sa? Po, kam qenë i lirë, pa pra nga pa i zëllim, kam qenë në shtëpër në borën e shtëpisë tim. Në rastin e plastisës, a vjetë që ka këndërleqme në shtëpërën? Jo, nuk është gjithë kur gjë e jashtë leqme në shtëpinë tim. Nga dita që je arrestu dhe në sëtë, pas në kontakt në fminë? Jo, nuk kam pas kontakt, që kam qenë papadrejnë. Mund është me në tregu kushti mi të rësatë? Po, është në atë shtetë ku ne jetojmë. është i lira, po është në kujdes të institucionet drejtësisë? Është në kujdes të institucionet të drejtësisë. Këtë çështje për cilën ne jemi gjykëm, apo me çështje të Pikërisht për këtë çështje. nëse den apo ndehet si vetëm për këtë vepër, apo bashkë me ty se shkruan këto në prokurori. Pas për mota që i kam nga bashkëshortja ime, pandehet që është i vetë. Në jashtë ose e kësa prokurori. Arsen, prokuroria pretendon se ti e ke përësi vrasjen e Tanit të Ndjerit, pra këtë përësi e ke bërë tek klininë, dhe se çka mund këtu gjykatës për këtë. Një prind dhe një mendje të shëndosh nuk e bën atë punë në jetën e tij. Nuk e qenë një fëmijë një sabi, drejt një vepre kaq të rëndë, drejt një krimi i cili ja shkatron jetën përgjithmonë. Prokuroria pretendon se i ke kontribuar thelbësisht vrasjes së Tanit të Ndjerit, prej se sipas tyre duke orientu fëmijën në drejtim të Ndjerit, prej se ka ndodhur një gjë tillë apo nuk ka ndodhur. Unë kam qenë në një vend të hopër me kamerë. Kontaktet e mia janë të njohur. Lëvizjet e mia kanë qenë thjesht familjare dhe shoqërore. Kamerat e vërtetojnë që kam qenë në restorant, kam dalë nga aty në mënyrën më normale të mundshme, konshme dhe të lehtëshme, pa varura nga çdo ngjarje që ka ndodhur më pas, për të cilën nuk kam pasur as dioni, as rol, as ndikim, as orientim, as pjesëmarrje të çfarëdo forme të ndërtuar. Dhe jam larguar shumë pas këto dhe gjithë jam shkuar në shtëpi. A ke ditë se ka ndodhur kjo? Ose a ke menduar që mund të ndodhë kjo? Kur në jetën time, as nuk e kam ditë, as nuk e kam menduar, dhe që do të na vresnin dikon nga ne,
e kemi pritur që të gjithë, ndërsa që do ndodhte kundërta, nuk e kemi menduar asnjëherë, nuk e kemi kuptuar, as nuk kemi ditur asnjëherë. Po ta dija, po ta kuptoja, ai sa bia i fëmija, sa bin nuk do të kishte shans të udhëtonte në mos së bashkë profesor. Po ta dija, po ta kuptoja atë ditë kur në jetën time nuk e kisha lejuar me hy në Interex, as më taku me të ndjerë në zonën historike e lënë më bullafaqu. E kisha rrotulluar atë objekt e nuk kisha lejuar me hy në të. Do një gjë të tillë. Të qëndjeni se mitur e ditë mbanë të armë në vete. Jo, nuk kam qenë dëni dhe kur në jetën time nuk i kam po armë të mitur. Nuk kemi qenë kur në për poligona po këta dijun. Armë të mija të cilat i kam pas me leje kanë qenë në kasaport të mbyllura, pikërisht ashtu si që të kanë blidi zonës. Kur në jetën time nuk i kam po atë të mirë do. Atë ditë në sa ora keni dalë për shtëpisë? Nëse keni dalë? Atër ka qenë në mëngjes eksakt nuk e di se ka qenë ora. Pra që keni qenë me fëmijërin, a keni dalë bashkë nga shtëpia? Po të në mëngjes, se bashkë të më dalë nga shtëpia. A keni dalë me këmbë po me diçka tjetër? O në përni me veturë, me çfarë veturë? Vetura është tip Mercedes B200 dhe jo E200, si që të cilët në përkuzë është gadim B200. Targa të regjistrimit, a keni ditë? Nuk më kujtohet se nuk kishte kohë e gjatë që kam blerat vetura, e ka qenë vetura bashkë të sime. Në ngjyrën a diti veturë? Jo, nuk më kujtohet se nuk ishte kohë e gjatë që kisha blerë atë veturë, dhe ajo ka qenë veturë Me çfarë ngjyre ishte vetura? Që e përmend Mercedes, me çfarë ngjyre? Nuk të presim zonën. Çfarë ngjyre kishte vetura? Ngjyre zezë. Është vetura në cilën keni shkuar tek marketi Interex. Po. Ka që keni shkuar me fëmijërin në vetura, keni shkuar drejt tek marketi Interex apo keni vazhduar diku tjetër që do apo do në fëmijërin? Jo, nuk kemi shkuar direkt tek Interexi, kam shkuar fillimisht afër qendrës, dhe fëmijërin e kam zbrit aty. Në ngila vetëm në veturën time, pasi që ngila vetëm në veturë, pas të gjitha atyre kërcënime dhe terrorëve me jetë që keshëm çdo ditë, vendosa që mos të ekspozoheshna shumë në për qytet, dhe shkova tek butiku Vjosa Center, ku aty është një kafe shumë afër, gjë që kisha lënë një takim me migjen tim për me pi kafe në atë mëngjes. Dhe nga ato keni vazhduar për të marketin Interex? Jo, fillimisht kam qenë një kafe të ballë Vjosa Center, butiku Vjosa Center, me migjen tim, kemi pirë kafe, dhe pasi që mua me kapi uria, u qunë nga e kafe, ku isha me migjen tim, unë do nga migja jem dhe shkova tek objekti Interexit me katën e dytë në restoran të kushës dhe ushqim. Me kanë keni që aty ta keni shkuar në të kafeteria, aty në restoran të marketit Interexit. Me kanë keni qëndruar aty? Ka qëndruar i vetëm apo me dikën tjetër? I vetëm, fillimisht kanë qenë i vetëm. I deklarimin tonë, sot në këtë shqiptim gjësor të ke po veturën e atë ditë keni po veturën e të ndjeri Bardhir Brezis. Nga cila pozite keni po ku keni qenë për e po veturën? Sipas deklaratës së zonës Leije, ai kishte pas qenë të kopshti, nuk e di eksakt se ku pa qenë e kopshti, sipas zotëriut Berisha, kopshti ka qenë prapa shpinës sime.
Kuror para drejt, po. Në atë moment kër e pa veturë, ku ishe? Në restorant. Në të ndjerë të kontrole për të prezisa. Në restorant e cilë në restorant? Ku ishe? Ku ka qenë i pandemie? Ku ishe? Isha në restorant në kohën e dytë, Bi Interex, Bi Market, Me kam isha. në të mitë. Pas shëndrimit në restorant, si ta ka shkut me të mitë. Po, ta e pa të veturë, ka shkut pasaj. E cikta në një shto, në cikta dhe dhe. Jam përgjigjur. Që të gjitha kam vjen përgjigjur të Në marketi Interex. Me shka një largor për atysh, me shka një largor. Ki fjallin prej marketit, vetura ime ka qenë prafërsisht 10 metra nga hymna kryesore e Interexit, dhe sigurisht që të aty i të vetura në kënd, pastaj në veturë dhe në problem. Dhe ka që një largor në vetur, në cilin me i të veturë në rafë. Në rrugës nuk e di se si quhet në rrugë, nuk e di, vetëm se ka marrënuar drejt në shëtezën, që një rrugë zakonshme zonetare për të cilën prokurori për çdo ditë. Për janë saj që të të keni një orë dhe parangjorjes të ndjerë pa një prezenca? Kërkën të deklarim e ju e keni një orë parangjorjes? A kemi një orë? Po, parangjorjes, pa një prezenca të ndjerë. Para vitit 2022 nuk më gjithë kohë me jetë të pas vitit 2022, po në majtë qershor 2022, portën tonë me Brestin, për të agosën Pas ashtë. vitit 2022. Raportet e juaj me steje edhe valmen prezenca sa ishen të kërësuar të të S'kam pas asgjë në të zënën gjyqtare, s'kam pas as komunikim, as nuk kam komunikuar me të, nuk kam kërësuar, s'kam pas as një kontakt me të. Për në shkytja parë, a keni pasur konsultim para prapë me avokatin tuaj për t'i përfaqësuar në këtë gjykim. Jo, kjo pyetje nuk lejohet as prej trupi gjykues, avokat ju e dini që kanë të drejtë. Refuzëm afro. Avokat normale që Refuzëm afro gjyqtare, refuzëm. Dhe këto staturët një bërë refuzajtë, kur për problemi sot. A të një posë të konsultim para prapë. avokati Berisha po don po avokat. Anche Costituzza, bisogna Avokat sigur mos me pas përfaqësi po ta ndi ora. konsultimi është i detyrueshëm, nëse se pojmë jemi në shkelët kodit të etikës. Po për këtë etikës o po, kodit etikës dhe që vetë letër, ato se s'ka se këto për Tu vës jashtë zamës, Po. Po. vetë letër, në vetë. Po për të vetë. Aprovohet propozimi, kundërshtimi avokatit Besnik Berisha kundërshtohet pyetja. Refuzohet ndaj pyetja. E njëni i Lidija Sulemani. Jo, zënë gjyqtar, kur me jetë time se kam pas komunikim. E dini për shkak të Lidija Sulemani këtu? Edhe prokuroria ka parashtuar sa për gjenimin të gjithë dënso, edhe prokuroria ka parashtuar gjitha pyetjet e drejtë për drejta. Po me qëllim të zbardhjes së të vërtetës, në asnjë minutë nuk asnjë situatë nuk kemi ndërhyrë. Apo kundërshtimi i ndrusit, pyetja është e drejtë për drejtë. A keni ndonjë arsye se nuk kërkuar falje dhe Lidija Sulemani këtu? Në Sam, kur kemi parasysh se djali juaj e ka vrarë me 2 revole burrin e saj, e ka plagosur Lidija Sulemanin. A zbardh kjo gjendjen faktike? Ja, kemi arsye, ja, çështja ka marrë thjesht se ka kërkuar falje dhe Lidija Sulemani. Edhe e ka rrezikuar jetën e djalit të tyre 4 vjeçar. A keni ndonjë arsye? Se si kërkuar falje këtu? Këtë si të ndërë në qëtare, jo vetëm që ka kërku, ka shprej, Dhe kështjarë dhe shto personë në sensile, që që është absolutisht këtë si të Dhe të pyta ato, po pyet në pyte. Dhe ma e përna pyte, po më s'pore, se to për pyte. Kam shpreh të qonë, avokat qenë sta. kam shpreh të qonë që. edhe në përmes. Të më restesh, lirija të në ka kërku fali. Kam shpreh të qonë që më sta. A i të në dërgua, që i po më të i po parasysh traditat tëma, shqiptare, të raste. A i të në dërgua, për kërpin falje,
familjes së Lirisë së Sulejmanit apo të ndjerës familje prezente. Me këshilla në mbrojtësit nuk përgjigjen këtë pyetje. Atëherë, si mund të merret e sinqert për këmbëlja juaj pas 2 vite e më shumë, sikur se që ndodhi sonte e kaluar. Avokat, Si mund të merret e ma sinqert? duhet t'ju tërheq vrekjen. Nuk jemi këto në të burra. Jemi në një gjykat ku e gjithë procedura shpjegohet konform dispozitave ligjore të kodit të procedurës penale. Askund në kodin e procedurës penale nuk parashihen këto pyetje. Të gjitha pyetjet që mund t'i parashtrohen, ju në këtë rast duhet t'i parashtroni në mënyrë të tërë, po thash edhe në fillim, as prokurorës nuk janë dala, por parashtrohen ato pyetje që zbardhin të vërtetën e kësaj çështje penale. Çështja e kërkimfaljes e gjitha ato tjerat nuk janë në objekt i akuzës. Ky i pandehuri akuzohet për privim nga gjitha të bashkë me të viturin. Nëse keni pyetje në drejtim të kësaj për cilën akuzohet, ju lutem vazhdoni. Nëse jo, Gjyqtare, me respektin më parë, po konsideroj që është e rëndësishme për këtë çështje me u verifikuar personalitetin e tij këtë raport. Për këtë arsye ja parashtrova këtë pyetje. ju vetëm një gjë e dini, ky e ka cilësinë të pandehurit. Ky nuk kredibiliteti i dëshmitarit trajtohet. Ky është i pandehur, ka të drejtë mos mund të flaru kur gjë. Po edhe nëse se thot të vërtetën, është e drejtë e tij, nuk ja mohon ligje, nuk e detyron. Po në vesh po tham, në vesh pyetje, për detyrojnë në përgjithësi, absolutisht. Si mund të merret e sinqert kërkimfalja ju e ka 2 vite më shumë, këtë që trim, po sikur ndodhi në seancën e kaluar, kryetare të gjykus, ato që ja thash, ja të rreq mbretjen, avokatit, përfaqësuesi falës së dëmtuar që t'i parashtroj pyetje të pandehurit lidhur me objektin e akuzës. Dhe përkundër faktit që me dispozitat të KPP-s parashihet që pyetjet i parashtrohen nga ana e tij në mënyrë të tërë, për hir të zbardhjes së të vërtetës gjykata i lejon pyetjet të avokatit pa ndërhyrje. E të farë për në ditë në gajta. Vesh të shumë Smundet avokati Besnik me 18 paraditës, është po 18 vjetor.